Hej të dashur miq, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin. Para se të nis të bëj analizën, do t'ju kisha lutur që të më ndiqni me subscribe në kanalin Monitor TV. Po takohemi tashmë tradicionalisht në orët e para të mëngjesit, në orën 3, për të komentuar ngjarjet më të fundit, do me thënë dinamikat që ka ndodhur gjatë gjithë ditës në shtëpinë e Big Brotherit. Loja se vjen bëhet edhe më e fortë, bëhet edhe më e nxehtë, bëhet edhe më e zjarrt. Selin dhe Gimbo me urdhër nga vllau i madh natën e sonte duheshte që të shkruajnë zarfat apo ftesat e dasmës. Do me thënë, ato duheshte të përgatisin ftesat e dasmës, duheshte të ftojnë banorët, duheshte t'i ndajnë ftesat dhe të fillojnë me parapregaditjet e kësaj dasme. Ndryshe në fakt nga vitet e tjera, këtë vit kemi patur edhe natën e beqarisë, nata e beqarisë që u manifestua jashtëzakonisht shumë nga të gjithë banorët, u argëtuan, kërcyen, fillimisht një herë meshkujt ishin të ndarë, do me thënë çunat ishin në verandë, ndërsa gocat ishin në dhomë brenda, duke vallëzuar dhe duke jetuar të gjithë qefin në fakt me Selin, ja bën të gjitha të traditën e momentit të bukur që gocat e ndajnë, por banorët të cilët nuk preferuan që të shkojnë në dasëm dhe të bëhen pjesë e festës, më thënë të përfshihen në këtë festë, ishte Rogerti edhe Miri. Në fakt, për Mirin është më se e pritshme që të mos të jetë pjesë e kësaj dasme, sepse shpirti thot tjetër gjë dhe realiteti është tjetër gjë. Unë sonte tek Miri pash një mërzitje shumë të madhe. Ai gjatë gjithë kohës nuk i ka hequr syzat nga syt, vetëm e vetëm që kamerat të mos fokusojnë gjendjen e tij emocionale. Unë këtë gjë e pash. Miri ka ndjekur në detaje çdo gjë që ka ndodhur, sidomos kur Selin doli jashtë tek veranda dhe po argëtoheshte me Gimbon. Miri e kapi një moment ku Selina e puthi Gimbon nën kapuç. Dhe këtë momentin e kapi Miri. Pa marrë parasysh që Miri nuk i tregoi emocionet e veta të vërteta dhe nuk e pranoi sinqerisht afrimitetin që kishte me Selin, Miri më duket shumë i lënduar shpirtërisht edhe nuk dëshiron në asnjë mënyrë që kjo dasëm të bëhet dhe për këtë arsye Miri nuk vendosi që të shkon në dasëm te Selin. Apo del kontradiktor Miri, me patjetër që po del kontradiktor, sepse ai thonte që unë Selinën e respektoj si vajzën time, e atëherë nëse ti e respekton Selinën si vajzën tënde, pse mos ti jesh pjesë e kësaj feste? Do të thënë e pash që Miri i doq në shpirt që Selin po argëtoheshte dhe po e shionte festën apo natën e saj të beqarisë, një natë që nxori në pas shumë mimika. Por pjesë e kësaj feste ishte e pritshme, nuk u bë edhe Rogerti. Rogerti me bombat e tij, do me thënë u prek që në momentin kur Selin e ftoi, do me thënë e ftoi si një dasmor të padëshiruar. Rogerti e tregoi ftesën edhe kundër drejt kamerës, që do me thënë më ka bërë një ofendim shumë të madh. Edhe në fakt e pres që Rogerti mos të bëhet pjesë edhe e momentit glamur në mbrëmjen që do t'jetë nesër mbrëma në shtëpinë e Big Brotherit. Do me thënë, të dy banorët sonte kanë hulumtuar të gjithë lojën, Miri dhe Rogerti ishte shumë në tension, le të themi nuk shijuan fare asnjë gjë, do me thënë mundoheshin pak edhe ta heqin vëmendjen nga festa, por unë e pres që kjo gjëja të jetë pika ku banorët do të krijojnë debatet më të forta të mundshme brenda shtëpisë së Big Brotherit. Do me thënë, unë e shoh këtë dasmën si dasmën më të rrezikshme që mund të ndodhen brenda në shtëpi, sepse vetë prezenca e Rogertit, mënyra se si Rogerti do qaset edhe e thot publikisht që unë do ta shkatroj këtë dasëm, do ta bën që banorët të krijojnë debate dhe të kapen, të grinden në këtë dasëm. Selina dhe Gimbo ishin shumë të lumtur. Në fakt unë tek Selina dhe tek Gimbo sonte pash një nismë të rrugtimit të tyre të dashurisë, pash një nismë të ëmbël,
të emocioneve të bukura të tyre dhe besoj që kjo gjë do t'jetë rruga më e bukur që ato të dy do të kalojnë. Do të shohim se çfarë do të ndodhë. Dua të marr mendimin tuaj, si e shikoni për zgjedhjen që bëri sonte Rogerti dhe Miri.